ndjek ditëlindjet e të akuzuarve, i ka ndjek simbolikat. Dhe me që është politike, nëse ka tendencë me shty verdiktin për korrekt edhe gusht, se shqiptarët janë deti e nuk janë kësajde e naj verdikt negativ mundet me i gjetë shqiptarët në dërs, veç më ju të regu që Durrësi nuk është shumë largë. Elementi të tretë i frikës është financimi i gjykatës speciale, negociata zhvillohen me aq sa akun pa publike në fund të majit, dhe çfarë kemi pa nga kjo gjykatë këtyre i duhet vazhdimi i një rasti të madh për me marrë këta buxhete edhe për 2029 atje. Pra se për të kanë. Qëto janë tri frikat mia të cilat ne duhet të kem parasysh. Një element që po ja tham edhe me zhvend ndërkombëtar, une me krerët u QK-s për gjithë shka pajtona, veç me një element nuk po pajtona që ata hala besojnë në drejtësinë ndërkombëtare. Pra ata hala besojnë në drejtësinë ndërkombëtare dhe une mendoj që nëse kjetë parasysh atë që ka ndodhë në gjëgj, ata do t'jenë lirë. Nëse do t'ket vendim politik, unë mendoj që gjithë ata që e urnojnë një vendim politik, du t'i llogarisin edhe pasojat, sepse ky popull, edhe nëse qeveria kurti e pranon, e ajden edhe partit politike, pe pranoj kanë, edhe unë pe pranojsha. Populli s'ka me pranu kur. Një verdikt që ka dalë për një procesit pa drejt, me këtë raport që dul tash edhe në arenë ndërkombëtare, verdikt denus nga ky popull nuk pranohet. Kështë një pata me shtu diçka? Një element që duhet me kuptu që në diskursin ton harrohet më përmend shumë. Kjo akt akuzë tenton me ndryshu një çështje të gjykuar, e cila gjyku në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës